A ka lidhje kjo apo i afrohet kjo zotit Rama? Edhe ky është një keq kuptim i madh. Zoti Rama ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes Spakut. Zoti Rama ka procese të hapura me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe zoti Rama e ka treguar se sa keq i kishte marrëdhëniet në kohën e një personazh e një ambasadore që në Shqipëri shihi si personazh programist, zonjës Yuri Kim. Njerëzit harrojnë që në një konferencë për shtyp, zoti Rama i tha zonjës Kim që ju amerikanët i lini njerëzit në balë si në Afganistan. Dhe përgjigja e zonjës Kim ishte, a ke luajtur mend apo jo? Pra, këto janë disa dalje që harrohen, ishte live, ishte drejt për drejt në televizion, bëjnë sikur harrohen, por ai mesazhin e ka dhënë që nuk është pro interesave amerikane. Lufton Edi Rama që të duket shqiptarëve, thret edhe një kryebashkak ndalje të New Yorkut, të shkretin që ka ngel pa lek tani dhe do të marrë një lek, dhe e thret dhe e quan si përfaqësues të Amerikës. Po këto janë çështje mediatike që i han njerëzit që nuk kanë shumë mendim kritik. Për njerëzit që duan ta kuptojnë, Edi Rama është në qendër të vëmendjes. Edi Rama e ka dosjen mal edhe në Evropë, po Evropa nuk na do shumë ne shqiptarëve, se na shes si të pacivilizuar. Por në Amerikë që është aleati ynë i vetëm dashamirës ndaj shqiptarëve, në Amerikë ka dosjen shumë të madhe dhe nuk i shpëton dot kollaj sepse ka punuar kundër shtetit amerikan. Në të njëjtën mënyrë siç ka punuar kundër shtetit amerikan disa herë dhe Sali Berisha. Çfarë do duhet bëj në këtë rast Edi Rama me Belinda Ballukun? A mendoni se do t'i kërkojë asaj dorëheqjen që në një vend tjetër perëndimor padyshim do kishte dhënë dorëheqjen me kohë, apo do mundohet që ta shpëtojnë në një farë mënyre sepse ndoshta Balluku mund të jetë edhe fundi i tij? Shikoni, Edi Rama, shqiptarët duhet ta kuptojnë, nuk i dhimbset as shqiptarët jo, po nuk i dhimbset as Partia Socialiste, siç po të ishte gjallë Indieri Nano do t'ua tregonte, pavarësisht sa i Nanon pastaj e bleu me poste për të birin e për gjëra të tjera, po e me disa lek tenderash andej këtej, por as Partia Socialiste nuk i dhimbset. Nuk i dhimbsen as Tirana që e betonizoi dhe e bëri një shëmtir në emrin e modernizimit, dhe nuk i dhimbset aq më pak çdo njeri tjetër që ka punuar për të cilët i quan si njerëz nën vete, nën nivelin e tij intelektual. Pra, Edi Rama do të sakrifikojë gjithkënd, duke qenë që është politikani më finok i gjithë këtij tranzicioni. Tashmë e ka dëshmuar që është edhe më finok se sa Sali Berisha. Ai i ka gurët në dorë për ta bërë ose kokë turku ose heroin Belinda Ballukun. Mos harroni që ishte përpara Belinda Ballukut një tjetër ministër i fortë, të cilit ju kërkua që të kanabizojë Shqipërinë nga ana e kryeministrit dhe e kanabizoi Shqipërinë dhe pastaj bëri burgun, nuk hapi gojë, ra dakord dhe e shiti nderin dhe dinjitetin e vet me paratë që mori pas si doli nga burgu, është bërë milioner me anë të shoqes, më thon tani. Kështu që është një metodë e njohur e Parisë së Tiranës, sipas një shprehje popullore që ndoshta duket pak banale, por që aq banale është Paria e Tiranës, nuk kanë nder këta, nuk kanë fytyrë, nuk kanë nder përpara shqiptarëve se me njëri tjetrin le të bëjnë ç'të duan, po nuk e kanë ndjesinë që t'i shohin shqiptarët në sy t'ju thonë këtu kemi gabuar, do të bëjmë më mirë herën tjetër. Pra, në këtë kontekst, zonja Balluku është thjesht një vegël. Ajo mund të ketë mbledhur disa të dhëna mbi qeverinë, por nuk ka nevojë të mbledhë se ato të dhëna janë të ditura, i din shërbimet e 75 shteteve cilat janë aktive në Tiranë sot. Në Tirana është një qendër spionazhi e një kategorie super, si Berlini i luftës ftohtë. Aq mund të krahasohet në atë lloj përmase. Kështu që ai mund edhe ta përdor zonjën Balluku si kokë turku. Besoj që e ka të vështirë, sepse zonja Balluku është kundër pesha që ai vuri Erion Velis, por në fundit do të vinte një ditë që zoti Rama do duhet ta sakrifikonte zonjën Balluku, ashtu siç sakrifikoi zotin Veliaj, sepse ata janë pretendent për fronin dhe askush nuk mund të jetë pretendent për fronin kur ka vetëm një sundues në Shqipëri. Të ndalemi pak te rasti Erion Veliaj, i cili u mbrojt në gjykatën kushtetuese ku kërkoi pra doli kundër shkarkimit të tij nga ana e Këshillit Bashkiak dhe më pas pati dekret të presidentit Bajram Begaj për t'i hapur rrugën zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës, por që më pas u pezullua nga ana e gjykatës kushtetuese.
Në fjalën e tij, Velia i lat kuptohet se ishin njerëzit e Ramës ata që e goditën pas shpine. Ju si e keni parë dhe a keni ndërtuar një profil dhe një analizë të vetë Veliajt në raport me Edi Ramën dhe se si përfundoi deri në këtë pikë që të shkojë si i burgosur në burgun e Durrësit? Ju bardh më ndiqni në rrjetet sociale dhe besoj e vërtetoni kollaj që dualizmin ose luftën e brendshme Velia e Rama kam thënë që para 3-4 viteve kur ata dilnin në fushata bashk dhe ishin lule dhe gongje të gjithë bashk. Kështu që nuk është risi, shumica e shqiptarëve kanë kuptuar, ishte e qartë që Velia e kishte shtrirë këmbën pak si tepër. Ajo që ndodhi ishte që zoti Veliaj me ndihmën e Edi Ramës erdhi në pushtet dhe pastaj krijoi një vello të madhe pushteti me anë të biznesmenëve me të cilët jepte tendera, se kështu funksionon pushteti në Shqipëri. Në Tiranë jepen tendera shumë dhe bëhet biznes i madh shumë. Zoti Veliaj për vete u pasurua sepse pos që i pasur në Tiranën e Paris nuk mund të bësh dot politik, duhet thënë edhe kjo. Të varfrit, ai që është i varfër në politikë shihet si budalla, si gomar, si idiot që nuk diti të shfrytëzoj postin. Dhe zoti Veliaj, duke u pasuruar, mendoi se kishte krijuar një bazë politike të pavarur, e cila e sfidoi hapur zotin Rama duke mbështetur Fatmir Xhafën si kandidat i pavarur, jo në këto zgjedhjet e fundit, po në zgjedhjet e vitit 2021. Dhe në ato zgjedhje rrjeti politik i zotit Velia tregoi forcën, sepse zoti Xhafa u zgjodh dhe me rehati. Domethënë me aq shumë vota sa rehatshëm e fitoi vendin në bazë të votave personale. Mirë po, zoti Velia gaboi duke menduar se gjitha këto nuk i kishte parashikuar skilja e vjetër politike Kobra Edi Rama, i cili e kishte parashikuar këtë gjë dhe duke përftuar zotin Velia si rrezikun kryesor, sepse ta dini, për ndërkombëtarët zoti Rama është i njohur, njihet si një kloun që sillet në mënyrë të çuditshme, që nuk e do popullin e vet, dhe ndërkombëtarët janë mësuar në fakt me udhëheqës shqiptar që nuk e duan popullin e vet, që nuk sakrifikojnë asgjë, por që bëjnë klounët që sillen, që flasin gjuhë huaja siç fliste Sali Berisha pa i ditur ato, ose që tregojnë barsaleta bajate siç i tregon Edi Rama nëpër korridoret e Brukselit për të treguar artist dhe i këndshëm. Mirë po, problemi është që ata e njohin se kush janë këta, si sillen këta ndaj popullit tyre dhe e kanë shumë të qartë vlerësimin ndaj tyre. Problemi që ata kanë me Shqipërinë nuk është që mbështesin Edi Ramën, por problemi është që shqiptarët të verbuar nga marrëzia kolektive vazhdojnë votojnë të njëjtët njerëz. Këto 13, 14, 15 vite kanë votuar Edi Ramën, përpara saj kanë votuar Sali Berishën, përpara saj kanë votuar Ilir Metën, kanë votuar Fatos Nanon. Pra nuk kanë nxjerrur dot një personazh i cili të ishte interlokutor ose bashkëbisedues i denj për interesat e popullit shqiptar. Dhe në këtë kontekst ata mendojnë që shqiptarët kaq mundin të bëjnë, nuk janë të zotë shqiptarët. Dhe me këtë do të merremi. Ky është shteti shqiptar, këtij do t'i japim të drejtën që të flasë në forume ndërkombëtare, por në momentin e parë ai është tërësisht i zëvendësueshëm. Dhe në rastin konkret për të kthyer te zoti Velia ishte më së i pranueshëm për ndërkombëtarët si njeri që e kanë marrë ndërkombëtarët dhe e kanë ngjizur politikisht, praktikisht. Dhe ja kanë dhënë pastaj në prehër zotit Rama dhe i kanë thënë merre dhe rrite djalin tënd politik. Problemi është që zoti Velia mendoi që kishte një lloj besnikërie brenda partisë dhe aty ai ka gabuar se historiku i Partisë Komuniste Shqiptare dhe PS-s që nga 91 e këtej, domethënë PS-s Nano po themi se Nano themeloi, është i tillë që tradhtitë e brendshme kanë qenë të vazhdueshme dhe shpesh herë janë shitur edhe si demokraci e brendshme, por në fakt kanë qenë pislëk i një kategorie shumë të thellë.